Lagja Frimiri i qytetit të Fierit, zona që kufizohet me lagjen 16 prilli dhe Zhupanin, vazhdon të vuajë problemet e mungesës së investimeve nga Bashkia Fier në infrastrukturën rrugore dhe rrjetin kollues të ujrave të bardha. Kjo zonë informale e lagjes Frimiri, e populluar pas viteve 90, vuan mungesën e rrugës kryesore që e lidh me qytetin, të rrugëve të brendshme dhe të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha, pohojnë banorët. Televizioni Apollon është njohur nga afër me shqetësimet e tyre, të cilët shprehen se edhe pse taksat dhe tarifat vendore i paguajnë rregullisht, investimet mungojnë me përjashtim të një projekti që ka nisur të zbatohet për ndërtimin e KUZ-s. Situata është dramatike, pohojnë banorët, sipas të cilëve ata e kanë të vështirë të dalin nga shtëpitë në mot merreshje, sepse rrugët bëhen të pakalueshme. Kjo situatë vështirëson dhe transportin e të sëmurëve në spital në rastet e nevojshme për ndihmë mjekësore, ndërkohë që as fëmijët nuk i dërgojnë në shkolla për shkak të rrugëve plotësisht të amortizuara, pasi lëvizja automjeteve dhe këmbësorëve vështirësohet. Tani u falenderoj në radhë parë që keni ardhur këtu tek lagja Frimiri, në një kohë që po bëhet gati 30 vjet që ky komunitet ka ndërtuar banesat e tyre këtu, edhe situatën po shikoni vetë se si është. Pa rrugët janë shkatërruar komplet, i gjithë Fieri ashtruar cep më cep, edhe fshatrat pothuajse, se ne shkojmë në shumë fshatra dhe shikojmë, kurse këtu shikoj si është situata, gjendja e situatës se si është. Imagjino tani, kanalizimet tani po vinë, akoma nuk janë bërë sot e 30 vjet, gjithashtu dhe ujtë e pishëm një vit e sa po bën, por me momentale tani është problemi i rrugëve. Rrugët janë për faqe zezë. E gjyna që ky komunitet trajtohet në këtë formë këtu në këtë zonë këtu. Në një kohë që pagojnë taksat, janë me certifikata hipoteke, janë pronat e tyre, që pra në kuptimin të mirë të fjalës. Shumë e mjerueshme s'kalon dot. Po të vice edhe kanalizimet atje tek kur nuk kanë ardhur, se janë ngritur ato kështu edhe nuk vejnë kanalizimet jashtë rruga kështu. Të vish ti shikosh atje se ka një të sëmurës kemi sot do të spital fare për çdo gjë. Për çdo gjë jemi keq shumë. Ja, bie një shi këtu bet vetëm lurm. Edhe rrugët na duhet dhe është emergjencë për rrugët. Edhe rrugat të bëhen me parametra dhe që të ketë edhe kullim se këtu mban ujë shumë vendi. Zona në fjalë e lagjes periferike të qytetit të Fierit, Frimiri, e lën në harres totale nga pushteti vendor është kthyer në shqetësim madhor për qytetarët, si një realitet i hidhur dhe i prekshëm për çdo ditë nga i gjithë komuniteti dhe përdoruesit e infrastrukturës rrugore. Ata ankohen në televizionin Apollon, pasi askush s'ua ka hapur dyert për të dëgjuar kërkesat dhe ankesat e tyre dhe të drejtat ligjore si taksa pagues për investime publike. Mungesa e vëmendjes së pushtetit lokal për problematikat kryesore si rrugë dhe kanalizimet e ujrave të bardha vazhdojnë të mos gjejnë zgjidhje dhe t'ju vështirësojnë jetën edhe pse në fushat elektorale nuk kanë munguar premtimet e drejtuesve të pushtetit lokal se do të investohet për të sjellë ndryshim, por asgjë s'është bërë, thonë banorët.